Fitoi edhe kantierin për ndërtimin e portit të ri në Porto Romano, që nuk është porti i Shqipërisë vetëm, por është porti i gjithë shqiptarëve. Një video e fundit që po qarkullon në rrjetet sociale ka ngjallur reagime dhe kurreshtje mes qytetarëve. Në pamjet e publikuara, zëvendës kryeministre dhe ministre e infrastrukturës Belinda Balluku shfaqet për krah drejtorit të ri të portit të Durrësit, Libur Naliu. Por ajo që ka tërhequr më shumë vëmendje nuk është fjala e saj, por një detaj në pamjen e saj, një nxirje e dukshme nën syrin e majt. Ky detaj ka bërë që rrjetet sociale të mbushen me pyetje e komente, ndërsa qytetarët pyesin: çfarë i ka ndodhur Ballukut? Disa mendojnë se mund të bëhet fjalë për një incident të rastësishëm, ndërsa të tjerë dyshojnë se pas kësaj mund të fshihet diçka më shumë. Deri tani, zyra e ministres nuk ka dhënë asnjë shpjegim apo sqarim zyrtar mbi situatën. Ndërkohë, publikun e ka pushtuar kurioziteti dhe hamendësimet. Fitoi edhe kantierin për ndërtimin e portit të ri në Porto Romano, që nuk është porti i Shqipërisë vetëm, por është porti i gjithë shqiptarëve. Porti që do të jetë i lidhur me Kosovën dhe Maqedoninë e Veriut. Jam shumë i nderuar që do të kem një përgjegjësi të madhe, e që më besu këtë përgjegjësi që të zhvillojmë bashkë portin e Durrësit, portin e Porto Romano dhe bëjmë lidhje në gjithë rajonin. Lidhja mes Kosovës dhe Shqipërisë do të sjellë zhvillime të reja, do të sjellë mundësi edhe për zhvillim ekonomik e pashtur për siguri për gjithë rajonin. Ndërkohë që unë jam shumë